Që ju apo ju duhet deklarata? Në radhë të parë, si që dini, ne nuk i referohemi si vija administrative, por si kufi, sepse është kufi shtetëror ndërmjet Republikës së Kosovës në njërën anë dhe Serbisë në anën tjetër. Kufi të cilin ne respektojmë, por Serbia vazhdimisht nëpërmjet akteve të agresionit dhe veprimeve të tjera provokative e shkel. Ju e dini ka pasur raste dhe kur u patën kidnapuar 3 polic të Kosovës brenda teritorit të Kosovës, e kishim edhe rastin me qytetarin e përkatësisë etnike serbe, por qytetari Republikës së Kosovës që u plagos. Përderisa ndodhin të gjitha këto, natyrisht që një prej mjeteve kryesore që Serbia e përdor, që ka përdorur përgjatë historisë, mirë po që është intensifikuar shumë këto vitet e fundit, është propaganda, është një propagandë shumë e rrezikshme, se tani edhe me zhvillimet e reja teknologjike mund të prodhojnë gjithçka. Është një formë e luftës vazhdueshme me mjete jo tradicionale. Pra përtej sulmeve që i ka bërë me grupe paramilitare terroriste, si që e dini në Bajnsk, në të njëjtën kohë shfrytëzon edhe shumë propagandë për të krijuar frikë, për të krijuar provokime, për të krijuar tensione dhe për të tentuar që të rikthehet dhuna në shtetin ton dhe në rajonin ton. Ne natyrisht nuk bijem prej provokimeve të tilla, i bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës që të konfirmojnë e rikonfirmojnë lajmet që dalin, sidomos kur e kanë burimin në Serbi, sepse ato kanë qëllime të këqija gjithnjë, siç e pam edhe me rastin ku ata gënyen se kinse ka pasur gjuajtje nga Kosova drejt Serbisë, por kjo nuk ka ndodhur asnjëherë. Ju e keni parë edhe deklaratën zyrtare të policisë së Kosovës që sot e demanton një gjë të tillë. E kundërta është e vërtetë, ju e dini edhe Gjandarmeria serbe shpeshherë e shkel vijën kufitare, por në të njëjtën kohë edhe e kishim rastin me gjuetaret e armatosur, të cilët tani janë në burg dhe procedurat e rregullta ligjore po zbatohen raport me ta, përderisa armët që ata i kanë poseduar janë konfiskuar nga ana institucioneve të sigurisë. Dua që edhe njëherë t'ju bëj thirrje qytetarëve që çdo informat e tillë të rikonfirmohet, sepse qëllimet i kanë të këqija, mirë po ne në asnjë moment nuk do duhej që të bim prej e provokimeve të tilla. Sa i përket çështjes së sqarimit, edhe njëherë ju e dini që dje kemi dhënë një sqarim zyrtar në intervistën që e kam dhënë për Politico, janë bërë ndryshimet e nevojshme, ajo ka qenë në fakt çfarë kam menduar kanë qenë numri rasteve, sepse siç e thatë edhe ju, bandat serbe kanë qenë të involvuara në qindra raste, qoftë të keqpërdorimit të votave, ta zëm në vitin 2021, tutje, pastaj presionit të vazhdueshëm ndaj qytetarëve të tjerë serb, futjes ilegale të armëve në Republikën e Kosovës, dhunës ndaj qytetarëve, ta zëm ka pas djegje të makinave, ka pas edhe sulme ndaj gazetarëve, 93 raste keme vetëm të sulmeve ndaj ushtarëve të KFOR-it, 93, 2 prej të cilave kanë qenë shumë të rënda. Pra kemi me qindra raste ku bandat serbe kanë qenë të involvuara në krime, pra kam menduar për raste dhe ka qenë diçka shumë e paqëllimshme që është bërë. Menjëherë është bërë ndryshimi i nevojshëm tek intervista dhe as Politico nuk e shfrytëzon atë dhe as dikush tjetër natyrisht. Ajo nuk ka dalë në fakt në mediat ndërkombëtare, kanë dalë vetëm disa pjesa dhe kjo asesi s'ka qenë, sepse jemi siguruar që të bëhet koreksioni zyrtar, pra kemi dërguar njoftim dhe natyrisht që ky ndryshim është bërë edhe te verzioni i postuar në presidencë, kështu që ju falenderoj edhe juve si media për mirëkuptim.